Çështja e presidentit është problem që obligime kanë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës për të votuar dhe për ta zgjedhur presidentin e Kosovës. Tani se kush do të jetë dhe kush duhet të jetë presidenti i Kosovës është një çështje tjetër, e cila me siguri që është duke analizuar edhe nga partia që ka fituar zgjedhjet në këtë rast vetëvendosje, edhe diskutime bëhen edhe në parti tjera dhe në grupet të tjera parlamentare. Uroj që të mos ketë mos pari sabotim ose dështim në zgjedhjen e presidentit të Kosovës. E dyta, mendoj dhe e kam thënë dhe vazhdoj ta them publikisht që për hir të unitetit të mundshëm dhe në një farë mënyrë të krijimit të një besimi më të madh për detyrën e presidentit që është jo noter siç po interpretohet, por është noter i gjitha vendimeve të Kuvendit të Kosovës, është komandant i përgjithshëm i ushtrisë Kosovës në rast lufte, ka kompetenca të jashtëzakonshme në marrëdhëniet me jashtë dhe obligimi kryesor i presidentit, respektivisht presidentes, është që të krijojë raporte të brendshme, të shëndetshme dhe të konsultohet rregullisht me gjitha forcat politike. Mendoj që obligimi kryesor për ta zgjedhur dhe për të krijuar mundësinë e zgjedhjes së presidentit është tek vetëvendosja, respektivisht tek Albin Kurti, që ka udhëheq parti më të madhe në vend dhe ka një numër të madh të votuesve. Ati duhen ose për të zgjedhur presidentin e gjithë e dinë që duhen me qenë në sallë 80 deputet dhe në votimin e tretë zgjedhet me 61 vota, por obligativisht është me qenë 2/3 të deputetëve mbrapa. Uroj që vërtet të ketë një marrëveshje mes partive politike të mëdha dhe të vogla për ta zgjedhur presidentin. A keni të qartë për momentin bazë të opinionit të juaj se kush mund të jetë president, ose nëse jo president, kush mund të jenë kandidatët për të parin e... Shiko, kandidat ka shumë, me na pyet që tu 120 deputet gjithë, thonë unë jam më i miri. Por ka dhe jashtë parlamentit, nuk do të thotë që me qenë vetëm deputet. Por besoj që ai ose ajo që do të zgjidhet duhet të ketë besimin dhe të ketë gatishmërinë për të punuar për Kosovën dhe jo për veten e tij ose të saj. Ma të madhe se qysh? A keni ju personalisht votuar për zonë Vjosa Osmani në rast se vjen si kandidaturë për parlamentin e vendit? Unë vota ime është vota PDK-s. Nuk kam vot personale dhe nuk e kam në mend me i premtu kërkuj votën time personale në qoftë se Partia Demokratike është kundër. Faleminderit.